e veriut mund të furnizojnë lëndë ndërtimi në sasi të mjaftueshme. Kjo fabrikë e vogël tekstile është një nga fabrikat e ralla industriale që ka Shqipëria. Po qeveria demokratike ka parashikuar zgjerimin e industrisë për kohën e ardhshme. Në institutin Skënderbej në Tiranë po bëhen provimet e fundit të vitit shkollor. Nuk ka një kohë të gjatë që këta studentë ojtën uniformën dhe lanë pushkën për të përgatitur që të bëhen pak gëzojnë sa aktiv një jetë të re në vendin e tyre më në fund të shtiruar. Liceu i Korçës, prej ku ka ndalë shumë njerëz të shquar televizjes nacionale shqiptare në Shqipëri. Të gjitha këto të reja dhe këta të rinj kanë marrë pjesë në luftë edhe ata për të siguruar lirinë e Deut. Ata kanë qenë në repartet partizane në rast të ushtrisë popullore. Liceu i Korçës, që pati mbetur shkret për 3 vjet, sot frekuentohet nga këta të rinj plot zell e vullnet për të studiuar. Shkolla e oficerave e shtatit të përgjithshëm të ushtrisë kombëtare të Shqipërisë. Sot kursi ka për subjekt dishfata e gjermanëve në Tiranë dhe çlirimi i kryeqytetit të Shqipërisë prej ushtrisë popullore. General Mehmet Qeu, nënshefi i shtatmadhërisë të përgjithshme të ushtrisë kombëtare të Shqipërisë. Ai organizoi repartet e parapartizane. Në Spanjë, ai komandoi një brigadë internacionale. Gjendë në muret e Madridit që ai filloi luftën kundër fashizmit. Këtë luftë ai u rifilloi prapë në malet e Atë të tij. Të parën erë, populli shqiptare ka fatin e tij ndërtuar. Nuk do kthehet kurrë më koha e zezë okupacionit tuaj. Në këto ditë gëzimi, populli shqiptare kujton me mirënjohje popullin rus atje lart, sakrifica dhe heroizmi të cilit i ndihmuan Shqipërisë për të fituar lirinë. Populli shqiptar është i lidhur ngushtë me qeverinë e tij demokratike të dalë nga gjiri i tij në ditët e vështira të luftës kundër fashizmit. Në mitinget e shumta, populli kërkon që qeveria demokratike e Shqipërisë të njihet prej qeverive të Kombeve të Bashkuara dhe t'u jepet fund provokacioneve sistematike të fashistëve grek dhe atentateve të tyre kundër lirisë dhe independencës së Shqipërisë të fituara me sakrifica dhe gjak. Shqiptarët trashëgojnë prej tërgjysheve të tyre një guxim dhe optimizëm të pathyeshëm. Një
valle kombëtare nga më të popularizuarat. Kjo valle u përngjan shumë atyre të Kaukazit. Ja vajzat e Katundit Dardës. Ky Katund është i njohur në të gjithë Shqipërisë për guximin dhe vetëdijshmërinë e banorëve të tij. Në luftën partizane, dardarët kanë hedhur në erë të gjitha rrugët që lidhin Katundin me botën e jashtme, në mënyrë që gjermanët të mos mundin të mbrinin në këtë qerrë shqiponjas. Kësaj kështjelle të pathyeshme, gjermanët i patën ngjitur emrin Moska. Banorët e Tiranës duartrokin general kolonel Enver Hoxhën, komandant i përgjithshëm dhe kryeministri i qeverisë demokratike të Shqipërisë që kalon në rivistë ushtrinë kombëtare. 2 vjet më parë u formua shtabi i përgjithshëm i ushtrisë nacionale shqiptare në mes të zjarrit të luftës në malet e Shqipërisë. Kjo datë është bërë festë kombëtare. Me këta ushtarë, shokët e tij të luftës, të një sitit partizan që formoi në Pezë, Enver Hoxha luftoi deri në ditët e lumtura, por edhe batalioni i fundit gjerman u dëbua nga Shqipëria. Ushtëria parakalon me madhështi para tribunës. Në tribunë anëtarët e misioneve ushtarake aliate. Këta janë ushtarët e divizionit i 6 glorios, i cili pas çlirimit të Shqipërisë e vazhdoi luftën në Jugosllavi deri në dishfatën e plotë të Gjermanisë fashiste. Shqiptarët e fituan me luftime të rekta të përgjakshme lirinë, independencën dhe të drejtën për një jetë në paqe e lumturi. Ballafët për të kaluar mesa heroike dhe me besim të plot për avenirin e sigurt, Shqipëria